Ashtu si dhe vitet e tjera, Shkodra ka mirëpritur turneun ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2026, një aktivitet traditor për grup moshat 9 deri në 15 vjeç, i cili mlodhi në fushën e Blerët 55 skuadra nga Shqipëria, Kosova, Malizi dhe Maqedonia. Pas emocioneve në fushën e lojës me përballjen e grup moshave të ndryshme, momenti kulmori ishte mbrëmja së shtunës kur në stadiumi Loro Buriçi të Shkodrës rreth 1500 fëmijë, përfaqësues nga ekipet e futbollit të moshave të rajonit, asistuan në organizimin e ceremonisë së mbylljes së aktivitetit. Momentet më festive kanë qenë ato kur organizatorët kanë dorëzuar diploma dhe kupat përkatëse për sportistët më të mirë të aktivitetit, si dhe ekipet fituese. Mendoj që kena arritur me sukses organizimin e këtij aktiviteti, duke marrë parasysh që fëmijët mbeten të kënaqur nga ky organizim. Shkodra është qytet ëndrash, është një qytet i cili të lën me bë çdo gjatë, të lën me bë një turne të tillë dhe e dojnë turnon. Ka pas për shembull nga ekipet që kanë pas edhe familjarët e tyre, kanë pas shoqëninë e tyre dhe kanë mbush tribunën plot siç e thotë edhe ju, dhe kjo ka kanë realisht një emocion shumë i madh për ne si organizator. Vin nga Shkupi, vin nga Prizreni, vin nga Malizi, nga Troja Shqiptare të Malizi, nga Podgorica, dhe këto bën edhe më tifoza me vllaznin. Kjo mendoj që mund t'i shërbejë ndoshta edhe klubit të vllaznisë në të ardhmen, sepse e ka një lloj ndjenje, e ka një lloj kënaqësie për qytetin e Shkodrës, dhe kjo mendoj që është pozitive. Shumë fëmijë në Shkodër e kanë prek këtë stadium vetëm ndoshta ditën e sotme, ndërsa herët e tjera kanë qenë shkallët e stadiumit, kurse në këto momente që e prekun në fushën e Blerët, mendoj që është një motiv shtesë edhe për ta që pse jo nesër me kanë stadiumi plot kur ata të luajnë futboll. Ne jemi shumë të kënaqur morëm me pjesë me dy gjenerata, gjeneratën U9 dhe U11. Gjenerata U11 dje ishte superiore me 3 ndeshje, 3 fitore. Sot ndalme me penalti, po ashtu edhe me gjeneratën U7 kishim pak problem sepse ishte edhe kampi i Real Madridit në tu se na mungon disa lojtarë, ashtu që me të vërtet jem kënaqur, kem kaluar shumë mirë dhe kjo arritje me 8 ekipa më të mira për ne është sukses dhe jam masë i bindur se do të vazhdojmë edhe me të ardhmen.